Pas përfundimit të luftës së dytë botërore, ndërsa Evropa përpiqej të merrte veten nga rënojat e luftës, janë nga vendet më të fuqishme të kontinentit, Gjermania u nda brutalisht në dy pjesë. Nga njëra anë perëndimi, nga tjetra lindja. Kjo ndarje nuk ishte thjesht një kufi gjeografik, ishte një vi fronti ideologjike, një mur i ftohtë mes demokracisë dhe komunizmit. Një plag që ndau familje, qytete dhe një kombë të tërë për gati gjysmë shekulli. Kjo është historia e ndarjes së një kombi, por edhe e një lufte të padeklaruar që përfshiu gjithë botën, luftës së ftohtë. Por pse ndodhi kjo? Si u nda Gjermania në dy pjesë dhe kush e vendosi këtë fat tragjik? Para se të vazhdoj me këtë histori të jashtëzakonshme që ndau një komb për gati 50 vjet, një lutje e vogël. Shtypni butonin like dhe abonohuni në kanalin Histori Epike. Kështu jo vetëm që na ndihmoni, por bëheni pjesë e një udhëtimi që zbulon anën e fshehtë të historisë sonë dhe të botës. Më 8 maj 1945, Gjermania naziste nënshkroi kapitullimin pa kushte. Hitleri ishte i vdekur, Berlini i shkatërruar dhe ushtria gjermane në kolaps të plot. Por për aleatët, Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Bashkimin Sovjetik dhe Francën, fundi i luftës ishte vetëm fillimi i një betejë të re, ajo për kontrollin e Gjermanisë. Që në vitin 1943, aleatët kishin diskutuar për të ardhmën e Gjermanisë në konferenca si ajo e Teheranit, e më pas në Jaltë dhe Potsdam. U vendos që Gjermania do të ndajë në 4 zona okupimi, secila nën kontrollin e një fuqie aleate. Territori i Gjermanisë u nda kështu: zona amerikane në jug perëndim, zona britanike në veri perëndim, zona franceze në jug perëndim po ashtu, nga një pjesë e zonës britanike dhe asaj amerikane, dhe zona sovjetike në lindje. Po ashtu edhe Berlini, megjithse ndodhej brenda zonës sovjetike, u nda në 4 sektor nën administrimin e 4 fuqive. Kjo për të shmangur që njëra palë të kishte kontroll të plot mbi kryeqytetin simbolik. Por shumë shpejt, ndarjet nuk ishin më thjesht gjeografike. Tensionet politike nisën të rriteshin. SBA, Britania dhe Franca dëshironin që Gjermania të rindërtohej si një shtet demokratik dhe kapitalist. Ata nisën të rivendosin institucione, të liberalizojnë tregun dhe të stimulojnë ekonominë gjermane. Ndërkohë, Bashkimi Sovjetik kishte një plan krejt tjetër. Stalini kërkonte një Gjermani të dobët, të kontrollueshme dhe të lidhur me kampin komunist. Në zonën sovjetike vendosën një regjim komunist, institucione demokratike eliminohen dhe pronat private nacionalizohen. Përplasjet mes dy filozofive të kundërta, demokracisë perëndimore dhe komunizmit lindor, shënuan fillimin e një epoke të re, që do të njihej si lufta e ftohtë. Një luftë pa beteja të drejtë për drejta, por me spionazh, presion politik dhe përplasje për kontroll global, dhe Gjermania ishte në zemër të kësaj lufte. Përplasjet mes dy filozofive të kundërta kulmojnë me një ngjarje që tronditi botën, bllokada e Berlinit më 1948. Në qershor të vitit 1948, Bashkimi Sovjetik bllokoi të gjitha rrugët toksore dhe hekurudhore që lidhnin sektorët perëndimor të Berlinit me pjesën tjetër të Gjermanisë. Qëllimi ishte i qartë, ti detyronte aleatët të tërhiqeshin nga Berlini. Por perëndimi nuk u tërhoq. Përkundrazi, ata nisën janë nga operacionet më të mëdha logjistike në histori, ajrorin e Berlinit.
Për gati një vit të tërë, avion amerikan dhe britanik fluturojnë çdo 3 minuta, duke furnizuar qytetin me ushqime, karburante, ilaçe dhe gjithçka që nevojitej për të mbijetuar. Berlini u bë simbol i rezistencës ndaj komunizmit. Kjo blokad i thelloi ndarjet. Më 1949 ndodhi edhe ndarja zyrtare. Më 23 maj të këtij viti, 3 zonat perëndimore u bashkuan për të formuar Republikën Federale të Gjermanisë, ose siç njihej ndryshe Gjermania Perëndimore. Vetëm pak muaj më vonë, me 7 tetor 1949, sovjetikët shpallin Republikën Demokratike Gjermane, apo Gjermanin Lindore, me një regjim strikt komunist. 2 shtete, 2 sisteme, 2 realitete krejt ndryshme. Edhe pse Berlini ndodhej thellë në territorin e Gjermanisë Lindore, ai mbeti i ndarë. Berlini Perëndimor ishte një ishull demokratik brenda një oqeani komunist. Kjo situatë do të bëhej gjithnjë e më e rëndë. Në vitet 50, mijëra gjerman nga lindja aratiseshin çdo ditë drejt perëndimit, duke përdorur Berlinin si port shpëtimi. Komunistët panikosën. Në gusht të vitit 1961, ata ndërtojnë simbolin më famkeq të luftës së ftohtë, murin e Berlinit. Muri i Berlinit ishte më shumë se një mur, ishte një përbindësh prej betoni, teli me gjëmba, roje të armatosur, të vendosur për të ndaluar çdo përpjekje aratisjeje. Kjo ndau familje, ndau rrugë, madje edhe ndërtesa. Shumë që tentuan të kalonin u vranë. Sipas disa burimeve, mbi 200 persona humbën jetën në përpjekje për të kaluar nga lindja në perëndim. Muri i Berlinit u kthye në simbolin më të dukshëm të luftës së ftohtë. Një mur që ndante jo vetëm një qytet, por edhe 2 mënyra të jetuarit. 2 sisteme politike që sfidonin njëri tjetrin në çdo cep të globit. Në Gjermaninë Perëndimore ndodhi një mrekulli ekonomike, e quajtur Wirtschaftswunder. Shteti u zhvillua, standardi jetesës u rrit dhe qytetarët gëzonin të drejta demokratike. Në lindje në anën tjetër, ekonomia ishte kontrolluar, propagandistike dhe jo efikase. Mungesat ishin të zakonshme, represioni politik i vazhdueshëm. Shërbimi sekret i Gjermanisë Lindore, Stasi, ishte një nga më famkeqet në botë. Por ndarja nuk do të zgjaste për gjithmonë. Në vitet 80, sistemi komunist filloi të rënohej. Gorbaçevi nisi reformat në Bashkimin Sovjetik. Shtetet e Evropës Lindore nisën të rebelohen. Me 9 nëntor 1989, pas protestave masive dhe një vendimi të befasishëm, qeveria Gjermanisë Lindore hapi kufit. Muri i Berlinit bie. Gjermanët të përlotur përqafohen mbi rënojat e murit që i kishte ndarë për 28 vjet. Më 3 tetor 1990 ndodh zyrtarisht ribashkimi i Gjermanisë. Shteti lindor absorbohet nga ai perëndimor. Ky moment historik është simbol i fitores së demokracisë mbi tiraninë i bashkimit të një populli të ndarë padrejtësisht. Ndarja e Gjermanisë ishte një nga plagët më të dhimbshme të shekullit 20. Ishte një betejë mes 2 ideologjive që e transformoi botën. Ishte një mësim se çfarë ndodh kur fuqitë botërore përdorin kombet si fush betejë për interesat e tyre. Por ishte edhe një dëshmi se shpresa nuk vdes kurrë, se muret bien dhe popujt bashkohen. Nëse kjo video të mësoj diçka të re, mos harro të shpërndash me miqt dhe të abonohesh në kanalin ton Histori Epike. Lëreni një koment, a mendoni se historia mund të përsëritet?
Ne jemi histori epike, aty ku e kaluara rilind. Deri në videon tjetër, qëndroni krenar dhe të vetishëm për gjakun që rjedh në damarët tanë.